Dziewczyna moje rame sliecie, dziurdziewak zeleni, dziurdziewak zeleni, svima osim meni. Trumovi odoše, a ja osta, nema zvijezde danice, nema zvijezde danice, moje saputnice. Për vite e vite me radhë, fusha pran aviacionit e trenit në kryeqytet identifikoi si vendi ku ngriheshin barakat e qytetarëve që i përkisnin komunitetit rom. Aty jetonin rreth 45 familje rome, kishin ndërtuar jetën e tyre sipas zakoneve dhe traditave pa pasur asnjëherë asnjë ndërhyrje qoftë nga fshинjët shqiptar apo nga ndonjë institucion tjetër. Por qetësinë e kësaj bashkëjetese e ka prishur një ngjarje e pazakontë në një natë të ftohtë janari. Persona të panjohur janë drejtuar drejt këtij komuniteti, duke i larguar me forcë nga barakat e tyre për t'u vënë më pas zjarrin. Ja se si e kanë përjetuar banorët atë natë, që do të ngelet një kujtim i trisht në mendjen e secilit prej tyre. Fëmijën e vogël që kisha ndjepe, me fëmijën e djepe tu hik. Ato futane jo me hekra, jo me gura, jo me... Kena hik nga i veni, kur është djek baraka funi. Se kishim edhe neve frikë, mos na veshim flakën në gjumë, se i tojnë gjumë. Kishtim kalamaj, ikim ka frikë, na dojgjim baranka, morim kalamaj, shpet ikim. Na erdhi edhe ga e morim kalamajt e mjike, ga frika. Edhe ika pastaj dojgjik baranke, ku do shkëm tash, ku të tash. Ku të jetëm? Garë, ku kejmë të ke rruga, qa të bje? Se s'ka vend me motra. Morim me gjithë kalama, i ka ndeja, i këteja, se s'kemi vend ku dërimi. Tani s'kemi strejmë ku të shkojmë. Po vdesim në për rrugëve, pa uj, pa drita, po flem në për lulishte. Kaq. Nuk e di si na ka ardha ajo dita, ajo natë që na erdhën brenda në shtëpi, brenda ke baranket. Tani nuk e dim se ku të shkojmë, të marrim masa qeveria për ne. Të ndodhur në Udhkryq, në rrugë të madhe, ku për ironi të faktit, ndihmi vinte vetëm i ftohtë i acartë i fillim shkurtit, pothuajse gjysma e familjeve të këtij komuniteti u detyruan të kërkonin strehim tek të afërmit në qytetet e tjera të vendit. Ndërkohë, familjet e tjera të cilat kanë vendosur të vazhdojnë të qëndrojnë në kryeqytet, janë shpërndar pothuajse në të gjithë zonat e tij. Tek ish ambasada jugoslave në rrugën e Durrësit, tashmë prej disa ditësh janë vendosur 5 familje të komunitetit rom. Natasha Bajrami, nëna e 11 fëmijëve, rrëfen për mikrofonin e radio televizionit Ora News vuajtjen e dëbimit dhe ditëve në vazhdim. Ajo bashkë me fëmijët kanë kaluar shumë net në qiellin e hapur, edhe sot nuk janë të sigurt se sa kohë do të qëndrojnë tek dhomaj që kanë gjetur në një ndërtesë të vjetër. Kam dhejt 5 dit atje për jashtë me plasmase. Ande, pashke që zuri shu, u puta këtu, pastrova një dhomë këtu, puta këtu. Me erdi pronari në thash që do dimi. Se këtu e ka muda pronet, ato betë si puna saj tani që është bërë. Bleva një plasmase, doli djali lipi atje, mori një plasmase që të strojëm për jashtë. Nuk kam as banes, as gjë. Fari ushqeni? Me lipje me kallapachka, ja, qa del fëmija merë 2000 lek në asjën neve i harë. Banorët e tjerë janë vendosur në zonën e bregut të lumit. Kushtet në të cilat jeton ky komunitet janë të vështira. Pavarësisht mjerimit të skajshëm, krye familjarët, shtëpitë të cilëve kanë ngelur vetëm në kujtim, janë të detyruar të paguajnë qerat. 2 ditë para futet shkurtit, 2-3 ditë. Na po në Romoj, në 12 catë natës, dhe u futën me 3 baraket fillimit, kanë bërë Romoj o zonë, edhe nga Afrika ne u qëmë gjitha pastaj. Ishim bi 20 ca familje. Ke tregu, ke zarzavatave. Po gjithë u tremu në burë, u tremu, në gjithë. Vetëm thashun do na torturon, vetëm 2 batania moron,
Edhe i mora 5 kalamajt edhe dola jashtë edhe vajta ke tregu e zarzavatave. Ke roja kiminet. Ambasada Jugoslave janë 5-6 familje që banojnë aty. Kilana janë, në Elbasan janë, në Berat janë, që shpendan edhe prap që qarkullon mërën në Tiranë. Vinë që me sakrifisa që punojmë të hajmë bukë. Aktualisht juve jetoni me qira? Unë tani për tani me qira pagoj. Se u largova nga stacioni i trenit, boj mushe 2 muj orëshën që u larguma ne, edhe unë banoj këtu me qira. 30.000 lekë. Po me qatë të arbora e tonë? Unë tu brëdhna për plenat me kurishtë, me kanace. Çështja e dëbimit të familjeve rome nga zona e stacionit të trenit në kryeqytet nuk ka kaluar në heshtje. Pas mediatizimit të problemit në fjalë, menjëherë ka reaguar faktori ndërkombëtar. Kryetari i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, ambasadori Eugen Wolfart, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri Aleksandar Arvizu dhe shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, ambasadori Ettore Sekui, kërkuan nga qeveria që të mos lejojë përsëritjen e ngjarjeve të tilla në vend. Këta të fundit kanë nxitur autoritetet shqiptare të hetojnë largimin me dhunë të familjeve rome dhe të ofrojnë ndihmë të shpërngulurve. Lidhur me çështjet e dëbimit të familjeve rome, është angazhuar dhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Bamir Topi, i cili gjatë një takimi me përfaqësues të këtij komuniteti ka deklaruar se bashkësia e tyre jeton me identitetin, vlerat dhe traditat e vyera që përçon, meriton jo vetëm të gëzojë të gjitha të drejtat legjitime të barabarta me çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë, të garantuara nga kushtetuta, por edhe të integrohet plotësisht në jetën shoqërore, duke vënë në pa rëndësinë e ndërmarrjes së veprimeve dhe masave konkrete në këtë drejtim, si dhe të një përfaqësimi dinjitoz e institucional të interesave të tyre. Pas kryetarit të shtetit, delegacionin e komunitetit rom të shoqëruar nga kryetari i Unionit të Romëve të Shqipërisë, Amaro Drom, Skënder Veliu, e ka pritur dhe kreu i ekzekutivit Sali Berisha, i cili ka porositur Ministrinë e Punëve Publike dhe Entin Kombëtar të Banesave, që familjet që kanë humbur strehimin e tyre të sistemohen dhe strehohen në kushte normale. Kryeministri Berisha i siguroi se qeveria është angazhuar tashmë për strehimin e tyre dhe se do të bëjë gjithçka që mbar komuniteti rom në Shqipëri të ketë një jetë më të mirë. Unë të siguroj që e kam ndjekur në mënyrë konstante atë ngjarje të shëmtuar, zhvillimi negativ të papranueshëm nga qeveria, të papranueshëm dhe nga shoqëria. Vlerësoj shumë përpjekjet që ju bëni për të ndërtuar një jetë që meritoni. Kam kërkuar menjëherë përpjekjet më të mëdha për të gjetur autorët e atij akti të qartë racist dhe që nuk mund të pranohet. Pas presionit të ndërkombëtarëve dhe reagimit të institucioneve qeveritare, ka reaguar dhe policia e shtetit duke arrestuar 2 persona. Ku dëbuan nga banesat të tyre pjesëtar të komunitetit rom, nga shërbimet e hetimit dhe të parandalimit të krimit pranë Komisariatit Policisë nr. 3 Tiranë, bën të mundur identifikimi dhe më pas kapjen e autorëve të dëmtimit të pronës me zjarr, plagosjes së lehtë me dashje dhe të prishjes së rendit dhe qetësisë publike për 2 shtetasit e mëposhtëm. Klodian Recep Vladi, 22 vjeç me banim në Tiranë, Besmir Skënder Vladi, 23 vjeç me banim në Tiranë. Ndaj tyre u mor masa e ndalimit për konsumim të veprave penale të sipërcituara, pasi dyshohet se disa ditë më parë në zonën e stacionit të trenit në Tiranë, pas një konflikti për motive të dobta, kanë plagosur lehtë 3 shtetase, pjesëtarë të komunitetit rom, dhe më pas kanë shkatruar me zjarr 2 prej banesave të tyre, duke i djegur ato plotësisht. Ndërkohë që menjëherë pas këtij konflikti, pjesëtarë dhe përfaqësues të komunitetit rom janë larguar për të zhvendosur në një tjetër zonë. Edhe pas reagimeve të shumta nga të gjitha palët, premtimet se së shpejti do të marrë zgjidhje të shumë pritur problemi, familjarët gjenden ende në udhkryq. Shumë fëmijë flen në qiell të hapur dhe kërkojnë gjithë ditën në kazanat e plerave për të siguruar ushqim. Shumë prindër zgjohen në mëngjes me shqetësimin më të madh, ku do t'i sigurojnë lekët e qeras në fund të muajit, ndërsa të tjerë presin dhe luten çdo ditë që pronari i shtëpisë të mos vijë dhe t'i dëbojë, ashtu siç ndodhi atë natë të ftohtë janari, por me një ndryshim. Atë natë u dëbuan nga barakat e tyre dhe morën rrugët e fatit. Tradishe